Mendoj se në përgjithësi futbollistët u angazhuan dhe dhanë maksimumin, por manira se si pranohet goli në atë situatë, më thonë, është penalizohesh ashtu siç ishte edhe në situatën të Tov, ku realisht edhe në aspektin grupor, veçanërisht në aspektin individual, gabuam dhe nëse gabohet në këtë mënyrë atëherë është problematike për kualifikimin e tij. Përmes golat kishim përsi 1-0 në ndeshjen e parë dhe mundësi për të bërë 2-0, realisht po kontrollonim gjithçka përpara se të ndodhin ata gabime që u ndëshkuan nga strugat dhe sot një gol që mund të shmangej. Të vjen keq që kishim realisht mundësi për të shkuar në finale për të kërkuar 2 trofet, natyrisht që nuk është se kemi siguruar dhe kampionatin ku vazhdon lufta. Patjetër është keqardhje, normalisht se ne duhet të japim maksimumin çdo ndeshje, por gjithashtu për keqardhje është mënyra si pranohen golat. Dhe në momentin kur luhen dy ndeshje dhe pranohen ashtu gola, atëherë është gjithçka e komplikuar, më të tjerë për shkak se luajmë normalisht kundër një skuadër cilësore, por ashtu edhe si e kemi nisur kupën, unë doja që të respektoj gjithë futbollistët dhe ato të cilët kualifikuan shkëndijën deri në këtë fazë, doja që t'u jap mundësinë dhe t'tregojnë vlerat, pavarësisht se nuk dëshpëruan aspektin e lojës, por që duan si skuadër dhe personalisht në momentet të veçanta në pranimin e golave. Mendon se mund të kishte bërë ndryshe Shkëndija në këto 2 ndeshje për të kapur finalen? Patjetër, normalisht gjithmonë mund të bëhet më mirë, normalisht, por ne kemi futbollistë të cilët janë cilësor dhe nuk kanë shumë minutash në kampionat. Dhe besoja që nga fillimi i kampionatit, nga fillimi i kupës, shumica atyre futbollistëve kanë qenë dhe mendoja që është e rrugës që edhe duke ruajtur skuadrën nga dëmtimet, nga kartonat dhe nga shumë situata tjera, besoj që edhe me punën korrekte që kanë bërë gjithë vitit të meritonin që të luajnë në këto ndeshje edhe përkundër asaj se besoj edhe me këtë skuadër kështu si ishim me një gjysmë rotacion ne kishim mundësitë tona, por duhesh të tregohemi më cinik në sulm dhe më të sigurt në mbrojtje. Mendon që kjo do të ndikojë në atmosferën skuadër apo thjesht kampionati është një gjë tjetër dhe nga diela përfshet ndeshjen me Shkupin në 5 takimet e radhës të kërkojmë të sigurojmë titullin kampion? Mendoj që nuk do ndikojë për shkak se janë dy kompeticione të kundërta, do të thonë dy kompeticione janë të kundërta, por janë të ndara dhe e kemi përmendur edhe në raste tjera që targeti apo misioni jonë në kryesor është që ne të mbetemi në vend parë dhe do japim gjithçka që nga ndeshja e diellës japim maksimumin dhe të rikthehemi, të fitojmë dhe të mundohemi me qetësi sa më të madhe ta nxjerrim kampionatin deri në fund.